Mirëmëngjesi shikues të #Gjesit, mirë se po takojmë si çdo të martë në rubrikën Shneta. Sot do të flasim për rëndësinë e imazherisë në diagnostikimin e sëmundjeve dhe të ftuar kam doktorin Admir Sulovari, radiolog në Spitalin Amerikan. Mirëmëngjesi doktor, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi dhe juve dhe faleminderit për ftesën. Doktor, a na tregoni fillimisht çka është radiologjia dhe cili është roli i saj në mjekësinë moderne? Atëherë, nëse do ta përkufizojmë në një fjali të vetme, radiologjia është shkenca e studimit të rrezeve X dhe mënyrave të tjera të rrezatimit, të cilat përdoren në mjekësi për diagnostifikimin e sëmundjeve. Ky është përkufizimi në një fjali të vetme, por edhe në këtë mënyrë është pak e vështirë për ta kuptuar, duhet pak me zgjeru, me shtjellu. E parë në këtë kuadër e gjithë veprimtaria e doktorit, e mjekut, është ndarë në dy etapa të ndryshme. E para është përcaktimi i sëmundjes dhe e dyta është trajtimi i saj. Gjithçka përmblidhet në këto dy etapa. Kur kam qenë në fillimet e fakultetit mjekësisë, viti i parë, viti i dytë, mendoja se etapa e parë është diçka relativisht e lehtë, që nuk merr shumë kohë, e thjesht për të zgjidhur, dhe mendoja se etapa e dytë, trajtimi i sëmundjes, është pjesa më e vështirë e mjekësisë. Por sa më shumë kohë kalonte, kuptoja që është komplet e kundërta. Sa më shumë thellohesha në këtë profesion, kuptoja që pjesa më e vështirë e mjekësisë është diagnostifikimi i sëmundjes, për të përcaktuar se për çfarë sëmundje bëhet fjalë. Pastaj, nëse kjo realizohet me sukses, etapa parë, etapa dytë bëhet relativisht e thjeshtë. Tani, për të pasur një diagnozë të saktë, janë disa hapa rigoroz të cilët duhet të ndiqen. Kur paraqitet pacienti te doktori, si hapi i parë, merret një anamnezë mirëfill për shqetësimet që ka pacienti. Hapi i dytë është ekzaminimi fizik i pacientit, edhe më pas hapi i tretë është analizat laboratorike dhe pikërisht në këtë pjesë hyn në skenë edhe radiologjia. Janë testet radiologjike që kërkohen si hapi i tretë për përcaktimin e diagnozës. Vetë radiologjia përdor teknika të ndryshme për të marrë imazhe nga brendësia e trupit, nga organet e brendshme. Kjo pjesë ka rëndësi sepse sëmundjet në shumicën ndërmuese të rasteve, por mos në të gjitha rastet, kanë tendencë që të shkaktojnë ndryshime në organe, në madhësinë e tyre, në formën, në përmbajtje, në përbërjen e tyre, dhe nëse ne jemi në gjendje që t'i tregojmë këto ndryshime me testet imazherike, me teknikat imazherike, atëherë mund të bëjmë edhe diagnozën e saktë dhe njëkohësisht, përveç se të themi se për çfarë sëmundje bëhet fjalë, edhe të përcaktojmë, domethënë, stadin e saj, sa e përhapur në trup është kjo sëmundje. Prandaj radiologjia ka një rol kyç në etapën e parë të mjekësisë, që është dhe esenca e mjekësisë, në përcaktimin e diagnozës, me përcaktimin e çfarë sëmundje bëhet fjalë. Ky është arsyeja e zhvillimit të radiologjisë dhe fokusi i saj, domethënë, arsyeja sepse radiologjia ekziston, pikërisht për përcaktimin e diagnozës. Po. A ka raste kur është pak më i vështirë përcaktimi i diagnozës? Po, në fakt, domethënë, ka raste që përcaktimi i diagnozës është i vështirë sepse një numër i caktuar sëmundjesh mund të japin të njëjtën pamje radiologjike. Japin të njëjtën pamje radiologjike dhe është e vështirë ta përcaktohet se cilën prej tyre bëhet fjalë. Në këtë rast kuptohet, shikohen edhe copat e tjera, domethënë klinika e pacientit, testet laboratorike, dhe në disa raste që mbetet prapë pa definuar, mundet që të merret biopsia prej indit që është i sëmurë për ta përcaktuar me saktësi në nivel qelizor se pikërisht për cilën sëmundje bëhet fjalë. Domethënë, ka disa raste janë të vështira sepse në aspektin radiologjik një numër i caktuar i sëmundjesh japin të njëjtën pamje radiologjike dhe është e pamundur të diferencohen. Po. Doktor, për cilat ekzaminime i ofron fusha e radiologjisë dhe si realizohen ato? Atëherë, fusha e radiologjisë, nëse do ta ndajmë në grupe, mund të themi që në varësi të energjisë që përdoret, mund të ndahet në 3 grupe të ndryshme, në 3 grupe të mëdha. Në grupin e parë janë teknikat që përdorin ultratingullin si mjet diagnostifikues. Në grupin e dytë janë teknikat që përdorin rrezet X si mjet identifikues. Në grupin e parë që ishte ultratingulli janë kryesisht ekzaminimet me eko, me ultratingull, me doppler, me elastografi. Në grupin e dytë që ishin teknikat që përdorin rrezet X, është kryesisht fluoroskopia, grafia direkte, mamografia, tomografia e kompjuterizuar. Dhe grupi i tretë është edhe grupi që përdor fushën magnetike në kombinim me radioval, që është rezonanca magnetike dhe degëzimet e saj. Domethënë bëhet fjalë për këto 3 grupe të ndryshme të radiologjisë, duke u bazuar tek forma e energjisë që ato përdorin. Në grupin e parë që është ultratingulli, dërgohen tinguj zëri me një frekuencë shumë të lartë drejt organeve, me frekuencë që varion nga 1 milion deri në 15 milion Hz, kur veshi i njeriut është në gjendje të dëgjojë tingujt që janë në frekuencën 20 deri në 20.000 Hz. Në përgjithësi, tingujt që përdoren në ultratingull për diagnostifikimin e sëmundjeve janë në një frekuencë shumë herë më të lartë, siç thash, nga
1 milion deri në 15 milion hertz, dhe këtu kur kalojnë në për organet e trupit, do më thënë ka 3 efekte që ndodh në organet e trupit. Një pjesë e tingujve të zërit depërtojnë, një pjesë absorbohen dhe një pjesë kthehen mbrapsht. Pikërisht do tingujve të zërit që kthehen mbrapsht, kapen nga sensorë të ndryshëm, pjesa e ultratingujve që quhet probë, kthehen në sinjale elektrike dhe përpunohen për të përfituar imazhe nga trupi i njeriut. Ky është koncepti se si punon ultratingulli. Në grupin e dytë që ishin teknikat që përdorin rrezet X, janë bazuar tek aftësia që kanë rrezet X për të depërtuar në organizëm dhe në aftësinë që ka organizmi për të dobësuar rrezën X, për të qenë më i qartë, rrezet X kur kalojnë në trupin e njeriut, në organet që janë më pak të dendura, që është për shembull indi mushkëlor ku përmban vetëm ajër, pothuajse të gjitha rrezet X depërtojnë, kalojnë, dhe këto më pasi dalin prej trupit njeriut, kapen nga disa sensorë të ndryshëm dhe duken të zeza në pamjen morfologjike, pas janë përpunuar këto inde që janë pak të dendur, siç është indi mushkëlor, kurse organet që janë më të dendura, si për shembull indi kockor, që përmban kalcium dhe mineralet të tjera, një përqindje fare të vogël të rrezeve X depërtojnë nëpërmjet këtij organi, dhe ky organ duket i bardhë. Tani gjithçka në trup lëviz ndërmjet të zezës dhe të bardhës. Indi më pak i dendur ishte mushkëria, që duket komplet i zi, dhe indi më i dendur që është kocka që përmban minerale duket komplet i bardhë. Pjesa e tjetër pastaj është një ton gri afër së bardhës, kur indi është i dendur afër kockës dhe në përgjithësi janë organet e smura ose organet që kanë hemorragji, dhe një nuancë gri që është afër së zezës për indet që janë më pak të dendura krahasuar me indet e tjera, siç është indi dhjamor që duket, domethënë gjithçka është një pamje bardhëzi me predominancë të indit gri, çka bën edhe të mundur diferencimin e organeve. Kjo është pak a shumë mënyra se si funksionojnë ekzaminimet që përdorin rrezet X. Në ndryshe nga këto, fluoroskopia, që është ndër ekzaminimet më bazike që përdorin rrezet X, është në gjendje, është me kamera me qark të mbyllur, me sensor me qark të mbyllur dhe mund të japin pamje dinamike, pamje live, tregojnë edhe lëvizshmërinë e organeve, domethënë në formë videoje. Kurse gjitha teknikat e tjera që përdorin rrezet X, siç është mamografia, grafia direkte ose tomografia e kompjuterizuar, janë pamje statike. Kapin një moment caktuar të trupit dhe tregojnë në formë fotosh të palëvizshme. Nga këto, tomografia e kompjuterizuar është diçka më e sofistikuar sepse rrezet X dërgohen nga kënde të ndryshme, shumë kënde të ndryshme dhe kapen nga shumë detektor, deri në mbi 1000 mund shkojë numri i detektorëve dhe mund të përpunohen imazhe në plane tridimensionale me rezolucion shumë të lartë, me qartësi shumë të lartë pamjes, deri në 0.1 mm, dhe kuptohet në këtë farë nëse përftohen imazhe me kaq cilësore, edhe diagnostifikimi është diçka e thjeshtë, mund ta tregosh me precizion milimetrik vendin ku është problemi në trup, kurse për sa i përket grupit të tretë, është grupi që përdor kombinimin e fushës magnetike me radiovalët. Grupin e tretë, do të thonë nëse do përmendet me pak fjalë, që është rezonanca magnetike, pacienti futet brenda një fushë magnetike, e cila varion nga 0.2 deri në 3 tesla në praktikën e përditshme, dhe pasi është vendosur pacienti në fushën magnetike, drejt tij dërgohet një radioval, që zgjat pak sekonda, që ngacmon protonet e hidrogjenit, që ndodhen me shumicën në trupin e njeriut, madje 70% e trupit njeriut është proton hidrogjeni, duke i ngacmuar këto proton hidrogjeni, ato më pas radiovala ndërpritet, vetëm disa sekonda zgjat, protonet e hidrogjenit kanë marrë energji, kthehen në gjendjen e tyre fillestare, pasi ndërpritet radiovala, dhe në këtë moment japin një lloj sinjali i cili kapet nga sistemet, antenat që janë vendosur brenda sistemit, dhe përpunohet imazhi për të dhënë plane tridimensionale, pak a shumë të ngjashme për nga fakti që janë tridimensionale me tomografinë e kompjuterizuar. Domethënë, ky është koncepti, i thënë pak fjalë, se në fakt është komplet proces shumë i komplikuar se si funksionon rezonanca magnetike, kombinim i fushës magnetike bashkë me radioval, një proces, domethënë që është në gjendje të japi pamje nga imazheria e trupit në mënyrë tridimensionale shumë të detajuara, të ngjashme me tomografinë e kompjuterizuar. Doktor, po cilat janë avantazhet edhe disavantazhet e këtyre ekzaminimeve? Atëherë, nëse do ta nisim prej grupit parë, që ishte grupi që përdorte tingujt e zërit, ultratingulli, mund të themi që avantazhi kryesor i tij është që jep imazhe dinamike, imazhe live. Tingujt e zërit, drejt për së drejti, tingujt e zërit kanë një veçori që e kanë mënyrën e udhëtimit të tyre shumë të shpejtë. Domethënë kanë një shpejtësi që varion deri domethënë që shkon deri 1540 metër për sekond, që është 1.5 km për sekond, dhe duke qenë se në mënyrë të tillë dërgohen drejt trupit, me të njëjtën shpejtësi kthehen mbrapsht, pamja është në kohë reale. I tregon aktualisht gjendjen e organeve në momentin që je duke e kryer ekzaminimin, madje edhe në mënyrë dinamike,
është në gjendje të rregojë lëvizshmërinë e organeve, lëvizshmërinë e zorrëve për shembull, lëvizshmërinë e zemrës, siç është ekoja e zemrës, njëkohësisht edhe shpejtësinë e qarkullimit të gjakut, siç është Doppler, që mund ta masin në atë moment se sa po shpejt po lëviz gjaku nëpër enët e gjakut. Domethënë ky është një avantazh shumë i rëndësishëm i ultratingullit, që jep imazhe të menjëhershme dhe në formë videoje, imazhe dinamike. Ky është po flas avantazhi kryesor i tij. Avantazhi i dytë është që pajisja është një pajisje relativisht që zë pak volum. Është lehtësisht e transportueshme dhe e parë në këtë aspekt është e rëndësishme sepse jo çdo pacient mund të vijë është lehtësisht i transportueshëm, që mund të vinë në radiologji, ka raste pacientët janë strirë e partë në animacion, madje ka dhe pacientë që janë të palëvizshëm që rrinë nëpër shtëpi banesat e tyre. Aparati ultratingullit mund të merret sepse është një aparat që zë pak volum, madje ka dhe ultratingull të transportueshëm në formë laptopi, madje ultratingull të transportueshëm edhe në formë smartphone që mund të merret dhe të shkohet drejt pacientit dhe të kryhet ekzaminimi. Ky është goxha praktik. Është shumë praktik. Krahasuar me pajisjet e tjera që zonë shumë hapësirë dhe janë të patransportueshme, është diçka që është një avantazh i madh. Kryerja, lëvizshmëria e aparatit. Avantazhi i tretë i ultratingullit është që fakti që kostoja e prodhimit, po dhe kostoja e mirëmbajtjes është relativisht e lirë. Domethënë është një aparat që kushton më pak se aparaturat e tjera, se sa teknikat e tjera të radiologjisë, prandaj edhe mund të investohet me një shumë të caktuar edhe kosto mirëmbajtjes gjithashtu e menaxhueshme. Avantazhi i katërt është fakti që ndër gjitha teknikat e radiologjisë është ajo që ka më pak efekte anësore. Për të qenë më eksakt, nuk ka asnjë efekt ansor të ditur, është një ekzaminim aq i sigurt sa edhe gjatë shazanis, zhvillimi i fetusit në barkun e nënës kryhet nëpërmjet ekzaminimeve me ultratingull. Të gjitha ekzaminimet e tjera, sidomos ato që përdorin rrezet X janë rreptësisht të ndaluara të përdoren në atë ekzaminim, po edhe rezonanca magnetike është diçka me pikpyetje në këtë fazë, kurse ultratingulli është i besueshëm dhe mund të realizohet edhe gjatë kësaj periudhe, për shkak se nuk ka asnjë efekt ansor të ditur. Kjo ishte për sa i përket avantazheve që ka ultratingulli. Do thënë, dizavantazhet që ka janë relativisht të pakta, ka disa inde që nuk mund dot të vlerësohen me qartësisht nëpërmjet ultratingullit, sepse tingujt e zërit nuk i depërtojnë dot ato, siç është indet që përmbajnë ajër, siç është edhe indi kockor. Tingujt e zërit nuk janë në gjendje të depërtojnë këto inde, prandaj nuk mund të merret dot imazhe nga këto inde. Nëse do kalojmë tek grupi i dytë, që është tomografia e kompjuterizuar, avantazhi kryesor i saj, siç e përmenda edhe pak më parë, është në gjendje që mund të marrë pamje shumë të imta, me rezolucion shumë të lartë, me qartësi shumë të madhe të imazhit dhe t'i përpunoj këto në 3 dimensione. Avantazhi tjetër është që tomografia e kompjuterizuar është një ekzaminim që zgjat në një kohë të shkurtër. Domethënë, mund të ekzaminohen sipërfaqja të gjera trupit në një kohë të shkurtër për disa sekonda, madje gjithë trupi mund të ekzaminohet për më pak se 1 minutë. Dhe kjo në situata të caktuara është diçka shumë e rëndësishme. Për shembull, në rastet ku pacienti nuk mund të rrijë gjatë në aparaturë, është një avantazh. Në ato raste ku diagnoza duhet vihet sa më parë, është një avantazh tjetër. Dhe në rastet e traumave, është një avantazh sepse duhet të kemi një diagnozë sa më të shpejtë dhe me një kozgjatje sa më të shkurtër të ekzaminimit. Gjithmonë në rastet e traumave, tomografia e kompjuterizuar mbetet standardi i artë për të ekzaminuar sipërfaqe të gjera në një kohë rekord, më pak se 1 minutë. Gjithashtu, tomografia e kompjuterizuar, krahasuar me teknikat e tjera, është mënyra teknika e radiologjisë që jep informacion më të plot për indin kockor edhe indin mushkror, krahasuar me teknikat e tjera të radiologjisë. Dhe ky është avantazhi i saj. Nëse do përmendim dizavantazhet e tomografisë kompjuterizuar, dizavantazhi kryesor është që përdor rrezatim ionizues. Është një ekzaminim që ka rrezatim. Rrezatimi ionizues, duke qenë se është, domethënë, përdoren rreze X që kanë frekuencë dhe energji të lartë, është në gjendje që ta ionizojë materien, të shkëputësë një elektron prej saj, domethënë ta kthejë në ion, dhe kjo është diçka që krijon instabilitet në qelizat e trupit. Mund të dëmtojë strukturën e DNA-s, mund t'i hapë rrugë mutacioneve të ndryshme, të prishë stabilitetin qelizor, dhe njëkohësisht mundet edhe nëse është në një formë caktuar për shkak mutacioneve që mund shkaktojnë kodin gjenetik, t'i hapë rrugë edhe tumoreve. Është një skenar që ndodh rrallë, po është i mundshëm në dozat të përsëritura ose dozat të larta të rrezatimit. Për këtë arsye, tomografinë e kompjuterizuar mundohemi ta kufizojmë në situata të caktuara, sado që shpeshherë benefitet që marrin prej saj janë shumë herë më të larta se sa dizavantazhet që ka. Një tjetër dizavantazh që nëse mund të konsiderojmë të tillë është fakti që shpeshherë kemi nevojë të japim një substancë caktuar që quhet kontrast, është me bazë ioni dhe mund të shkaktojë reaksion alergjik. Çdo gjë që mund që merret në formë ilaçi mund të shkaktojë reaksion alergjik
me kontrastin duke qenë me me numër të lartë molekular, për shkaktorët që përmban, rreziku për alergji, reaksionet të ndryshme alergjike mbetet pak më i lartë, por sidoqoftë edhe këto raste janë raste që mund të menaxhohen sepse mund të testohet paraprakisht pacienti, t'i jepet një dozë fare e vogël kontrasti për të parë a ka reakcion apo jo. Dhe nëse ndodh, mund të menaxhohet duke dhënë terapinë përkatëse në formë antihistaminik ose steroide për ta ndalur të reaksionit. Po njëkohësisht edhe ilaçi që përdoret, një dezavantazh i dytë që ka tomografia e kompjuterizuar është që mund të dëmtojë funksionin e veshkave dhe ne në përgjithësi para se të japim kontrast për tomografinë e kompjuterizuar kërkojmë edhe funksionimin e veshkave, analizat e veshkave. Dhe disa raste kur analizat e veshkave nuk janë mirë, jemi të detyruar ose të zgjedhim mënyra të tjera radiologjike ose ta kryejmë ekzaminimin pa përdorur mjetin e kontrastit. Dizavantazh tjetër që mund të ketë tomografia e kompjuterizuar është vetëm pak tek kontrasti, doktor, a jepet kontrasti për një qartësi të imazheve më të madhe? Po, pikërisht për këtë arsye se tomografia e kompjuterizuar është një pamje bardhëzime dominancë të indit gri, kur jepet kontrasti, ka tendencë që indet që janë të sëmurë ta përqendrojnë kontrastin, për shkak përmbajtjes së madhe ujit që ndodhen në indet e smura, dhe e ke më të qartë procesin. E ke të kufizuar më qartë, domethënë edhe diagnostifikohet më mirë, po edhe e stadifikon më mirë, e tregon më mirë se sa i përhapur. Kjo është edhe esenca e dhënies kontrasti, sepse indet e smura e mbajnë kontrastin ndryshe krahasuar me indet që janë të shëndetshme dhe ke një qartësi të pamjes më të lartë. Mund të duket edhe pa dhënë kontrast shpeshherë, por në disa raste kemi të nevojshme pikërisht për të diferencimin mes indit të shëndosh dhe indit të smur. Kjo është esenca, por që fatkeqësisht mund të ketë edhe efekte anësore, siç thash, funksionimin e veshkave mund ta dëmtojë dhe të krijojë reaksione të lehta alergjike. Dy dizavantazhet e tomografisë kompjuterizuar. Kërkohet një bashkëpunim i pacientit kur është brenda tomografisë kompjuterizuar, domethënë duhet të shmangi lëvizjet, bashkëpunojë edhe me frymarrjen, edhe ky është një tjetër dizavantazh, që nëse nuk i realizon këto pamje mund të vi pak e turbullt. Po kjo është diçka që vlen pak a shumë për gjitha ekzaminimet radiologjike, nuk është vetëm dizavantazhi i tomografisë kompjuterizuar kjo. Nëse do kalojmë pastaj tek rezonanca magnetike te grupi 3, avantazhet që ka ajo është se është ekzaminimi më i mirë për të treguar indet e buta. Përveç mushkrisë dhe kockës, që kishte avantazhe tomografia e kompjuterizuar, për gjithçka tjetër në trup, rezonanca magnetike është ajo që jep pamjen më cilësore. Duke filluar prej trurit, medullës spinale, vertebrave të shtyllës kurrizore, pjesës abdominale, ku pothuajse të gjitha organet janë inde të buta, të gjitha strukturat që ndodhen rreth kockave, muskujt, tendinat, ligamentet, tregojnë në mënyrë shumë të qartë me rezonancë magnetike. Ky është avantazhi i saj, kryesor mund themi, që në indet e buta është superiore ndaj gjithçka tjetër nga teknikat e radiologjisë. Rezonanca magnetike, ashtu si tomografia e kompjuterizuar, ka avantazhin që mund të japi pamje në 3 dimensione. Është 3 dimensionale, ndryshe nga teknikat e tjera të radiologjisë janë kryesisht 2 dimensionale. 3 dimensionale është tomografia e kompjuterizuar dhe rezonanca magnetike, njëra prej cilave ishte superiore në kockë edhe në mushkri, kurse të gjitha indet e tjera rezonanca magnetike është më cilësore, jep pamje më cilësore. Dhe ky është avantazhi i dytë i saj. Avantazhi i tretë i rezonancës magnetike është që efektet anësore nuk përdoret rezatim, nuk përdoret rezatim ionizues. Këtu përdoret fushë magnetike dhe radioval, të cilat nuk dihet paktën për momentin të shkaktojnë efekte anësore. Për hir të vërtetës, efekte anësore të pakta ka, me kuptimin që kur futet në një rezonancë magnetike trupi i personit dhe më pas drejt tij dërgojnë radioval dhe më pas kur ky radioval ndërpritet, energjia që marrin protonet e hidrogjenit e shpërndajnë nëpër indet e trupit në formë nxehtësie. Domethënë, ka një rritje të lehtë nxehtësisë. Kur temperatura e trupit rritet pak brenda kohës kur janë në rezonancë magnetike, po kjo është e papërfillshme. Është e papërfillshme, nuk ndikon fare në aktivitetet metabolike, në mënyrën e funksionimit të qelizave, domethënë është një rritje fare lehtë që nuk ndikon në mënyrën e, domethënë nuk është fare pa efekte anësore, siç ishte ultratingulli, por edhe nuk ka efekte ionizuese siç ishte, nuk ka rezatim siç është tomografia e kompjuterizuar. Prandaj e parë në këtë aspekt është më e sigurt se sa tomografia e kompjuterizuar, po jo me një siguri 100% siç është ultrazëri, të paktën në fushën magnetike deri në 3 testa që përdorim ne, nxehtësia që shkakton dërgimi i radiovalve dhe më pas ndërprerja e tyre është diçka e papërfillshme. Mbase me fuqitë magnetit më të mëdha, nxehtësia mund të jetë më e madhe që shkaktohet dhe e ndjeshme, po të paktën në këto që përdoren për momentin në diagnostifikim, në këtë fuqi magneti deri në 3 testa, rritja e nxehtësisë është diçka e papërfillshme, nuk e pengon funksionimin e trupit. Okej. Doktor, po si shihni të ardhmen e radiologjisë, çfarë zhvillimeve pritet të ndodhen në këtë fushë? Atëherë
Radiologjia, në fakt, historikisht, tradicionalisht ka qenë fokusuar në diagnostifikimin e smundjeve. Në vitet e fundit është duke u zhvilluar një deg e radiologjisë, ka 3 dekada afërsisht, që quhet një subspecialitet i saj që quhet radiologjia intervencionuese ose radiologjia invazive. Kjo e ka përcyer etapën e parë. Këtu nuk është më fokusi për të diagnostifikuar. Ato e kemi realizuar me mjetet konvencionale. Këtu radiologjia invazive synon diçka më tepër, synon trajtimin e patologjive. Diçka që tradicionalisht nuk është pjesë e radiologjisë, sepse radiologjia është për diagnostifikim. Kurse radiologjia invazive ka edhe benefitet që kalohet në etapën tjetër, dhe merr drejt zgjidhjes së problemit, e çon drejt trajtimit problemin. Kjo sepse nga imazhet cilësore që merren, ne kemi të kufizuar, e dim problemin ku është me testet radiologjike, dhe radiologjia invazive ka për synim që drejt kësaj pjese të sëmurë të trupit të avancohet me mjetet të ndryshme, me teknika të ndryshme, të hyet në brendësi të zonës së smurë, smundjes ku është e përqendruar patologjia, dhe të trajtohet në mënyra të ndryshme. Për shembull, nëse ka grumbullim lënjesh të infektuara në trup, siç është abscesi, dikur ishte kirurgjia tradicionale, që hapi dhe zbrazej abscesi. Tani, me testet e imazherisë, me teknikat e imazherisë, mund të avancohet, për shembull me ultratingull ose me tomografi të kompjuterizuar, mund të avancohet me një tub të hollë drenues dhe të zbraset abscesi në këtë mënyrë. Është diçka minimalisht invazive, shumë herë më komode për pacientin dhe me efekte anësore shumë herë më të pakta se sa një kirurgji tradicionale. E parë në këtë aspekt, këtu është theksi që po vihet me radiologjinë invazive, e cila ka për qëllim edhe zgjidhjen e problemit, jo vetëm diagnostifikimin e saj. Për shembull, disa tumore të ndryshme, metastazat në mëlçi ose disa tumore të rralla të kockës, osteoidostoma që quhet, mund të zgjidhen edhe me kirurgji, tradicionalisht janë zgjidhur me kirurgji, duke u hequr masa tumorale, por me zhvillimin e radiologjisë invazive ka edhe një rrugë alternative, elegante, shumë herë më pak invazive për të trajtuar ato. Metastazat e mëlçisë ose osteoidostoma, një tumor shumë i dhimbshëm i kockës, mund të trajtohen edhe duke i djegur me nxehtësi, në një mënyrë që quhet ablacion radiofrekuencë. Mund të avancohet brenda zonës smurë, gjithmonë në ngujtën e ultratingullit ose tomografisë së kompjuterizuar, dhe të jepet nxehtësi, duke shkaktuar nekrozë ose vdekje të qelizave tumorale, dhe studimet kanë treguar që efekti i suksesit është i njëjtë, identik me heqjen në mënyrë kirurgjikale të këtyre tumoreve, por kryera në këtë mënyrë është shumë herë më komode për pacientin, pa që nevoja për anestezion përgjithshëm ose për një prerje kirurgjikale në mënyrë klasike. A aplikohet shpesh kjo metodë, doktor? Duke qenë se është diçka inovative, është diçka që në qendra të caktuara, domethënë aplikohet shpesh, dhe zgjidhja është shumë herë më efektive, por është akoma në hapat në zhvillime sipër. Është në zhvillime sipër. Në fakt, mund të themi që theksi kryesor i radiologjisë dhe qëllimi i saj primar është të jetë e mundur që ta kapi smundjen në fazën më fillestare të mundshme. Mundësisht që kur fillon në një qelizë vetme, në njësinë bazë ndërtimore dhe funksionale të trupit njeriut, që është qeliza, dhe nëse e kap në fazën më të hershme të mundshme, kur është e përqendruar patologjia vetëm në një qelizë, kuptohet që dhe mënyra e trajtimit është shumë herë më e thjeshtë. Dhe pothuajse të gjitha smundjet, domethënë fillojnë në nivel qelizor, përfshirë edhe tumoret. Nëse radiologjia do jetë në gjendje të zbresi në nivel qelizor, do jetë në gjendje që ta kapi smundjen në fazën më fillestare të mundshme, dhe trajtimi pastaj do ketë 100% sukses. Në fakt është arritur deri diku, mbase të zbresësh deri në nivel qelizor mund duket utopike, se janë 30 trilion qeliza në trupin e njeriut, është diçka e pamundur, por në disa, dhe kjo po ndodh më shumë në rezonancën magnetike, ka disa degëzime të veçanta të rezonancës magnetike që mbase në nivel qelizor nuk është arritur të zbresi dot, por të paktën në një grup të caktuar qelizash ka zbritur radiologjia. Jap një shembull për rezonancën magnetike që një sekuencë, domethënë një degëzim special i saj që quhet spektroskopi, është në gjendje që të analizojë zona shumë të kufizuara të trurit. Në disa raste, siç e përmenda edhe në fillim bisedës, një pjesë e caktuar e smundjeve mund t'japin një pamje të njëjtë radiologjike dhe mund skuptohet dot se cila është prej tyre. Në këtë rast merret biopsia, po edhe ajo ka rreziqet e veta se është një mjet, domethënë një procedurë e vështirë, intervencionuese, një procedurë që mund shkaktojë komplikime. Spektroskopia, për shembull, një infekcion i trurit, një tumor fazë të hershme të trurit, ose me një infarkt në fazë subakute të trurit, radiologjikisht me rezonancë magnetike mund t'japin njëjtën pamje dhe mund mos kuptohet dot. Në këto raste tradicionalisht bëhet biopsia, e cila në tru është diçka shumë e vështirë. Në spektroskopi, i cili është një degëzim i veçantë i radiologjisë,
është në gjendje që të analizohen metabolitet të caktuara që prodhohen nga një grup i caktuar qelizash. Dhe duke i analizuar këto metabolite, të cilat janë përbërës të qelizave, të membranës së tyre, është në gjendje që të diferencohet mes këtyre 3 patologjive, të cilat në kushte normale kanë të njëjtën pamje. Domethënë mund të japi diagnozën e saktë pa qenë nevoja të kryhet biopsia prej këtij organeve, prej patologjisë. Domethënë në një farë mënyre me spektroskopin është zbritur deri afër nivelit qelizor, kështu që kjo t'jep shpresë në të ardhmen që me teknika do avancohet dhe më tej. Dhe nëse në zbritet në nivel qelizor, pastaj kjo do shkaktoj edhe domethënë një përmirësim në cilësinë e jetesës dhe njëkohësisht do shkaktoj edhe një kozgjatje të moshës mesatare prej të paktën disa dekadave, sidoqoftë mbetet të ardhmes për ta treguar se sa sakta do jenë të parashikimet e mia, le të themi. Patjetër. Doktor, nëse nuk keni diçka tjetër me shtuar, ju falenderoj shumë që ishit sot në rubrikën Shneta. Ju falenderoj dhe juve. Ditë të mbarë.